Ka vijuar në ditën e tretë protesta e rreth 600 minatorëve të minjerës të kromit Bulqiz. Ata shprehen se janë të vendosur për të vijuar protestën deri në realizimin e pikave që i kanë kërkuar kompanisë, ku ato më të rëndësishmet janë ngritje e pagës dhe heqja e punës së detyrueshme ditëve të shtuna. Nëse nuk na realizohen pikat që kërkojmë, protesta do të përshkallëzohen deri në grevërie dhe bllokimin e evadimit të kromit. Na u boga 5 ditë protestojmë për ngritje pagë 30%. Po? Na hema që kus dalim ma. Hem me kre dalim pa kre, hem me kan dalim pa kan. Shoku është vllai i minjerës, edhe kur hem edhe kur dalim i thomi merr është me gjexa. Mirë, por kjo kompani nuk ashtu mor fare me punëtorin. A do t'i vijoni protestat? Deri sa të plotësohen të gjitha kërkesat, na nuk i ndame. Do ulmi kam kish atë, pa ashtu nëse na acarën, do bllokojmë edhe avadimin. Po sindikata ju mbështet? Nuk e duam fare sindikatën, se sindikati ka bërë këtë loja. Nëse nuk do plotëson këto pika, pretendoni për të futur në grevërie? Pa tjetër. Sa më shumë të gjatë ma kisha shëndash për kompaninë, edhe për ne, po mos tentoj që të kemi grevërie. Protestojmë ka 3 ditë, dhe më thonë kemi bëjë kërkesë për rishikimin e pagave, të ngrihen pak pagat. Dhe ashtu ne djela këto do të ndashtojnë 16 orë punë, kontratë punës, që ne nuk jemi dakord, dhe më thonë që shtohet se puna është e lodhshme. Edhe në niveleve nuk jemi dakord që na shtohet ashtu na punë. Do t'i vijoni protestat? Po, besoj se të vazhdojmë. Duhet të vazhdojmë, derisa po vazhdojmë aktualisht. Trajtimi ushqimor jo kanë heq? Jo, diçka tjetër nuk është, trajtimi ushqimor vazhdon. Nëse nuk do plotësohen këto kërkesa, do futin në grevërie? Diçka tjetër se di, domethënë, nuk e di diçka tjetër do futemi në grevërie, por ne kërkojmë që të shikohen pak paga, të shikohen tani paga, të shikohen edhe jeni të vendosur për ta vazhduar protestën? Po, sigurisht, do ta vazhdojmë. Sa i përket kompanisë, keni marrë ndonjë përgjigje drejt tani? Po, kemi marrë përgjigje nga kompania që qipa mi kërkesë, kompania vazhdon po me autoritetet e tyre, domethënë thotë për shtuna thotë që nuk është vendos akoma do rishikohet, kurse për ngritjen e pagave thotë kur janë kohët vështira, domethënë do rishikohet dhe ngritja e pagave. Po sindikata ju mbështetë? Sindikata se nuk ka dhënë asnjë sqarimi për diçka të tillë. Administratori i firmës turke ka nxjerrë i vendim aty në letër. Ka nxjerrë vendim të letër. Çfarë thotë vendimi? Vendimi thotë që për këto 2 ditë protestë, domethënë paguhen, nëse rikthemin punë do paguhen. Thotë janë kohë të vështira, do rishikohen, por vendim tjetër nuk ka, domethënë nuk ka një vendim pozitiv nga ata që kemi kërkuar, domethënë për ngritje pagë 20%. Ngritje pagave, domethënë pagave minimale të ulta, nuk po them për ata nuk ka vendosur asnjë vendimi. Kompania turke thon minatorët ka kërkuar të hyjnë në bisedime, por për momentin sipas tyre jemi të pamundur për ngritjen e pagës, thon ata. Problemi ta kërkojnë plotësimin e kushteve, tu nuk ka kush prej përpara, tu bëu gref politike gjithmonë sa greva në Bulqiz. Na kërkojmë status e minatorëve pa kaq kohë s'na kanë dhënë, s'na japin. S'ka ngjë problem nuk e dim, s'u japin hall. Sa punëtor janë në grevë? Po të shikë punëtorë realisht janë 200 vetë, 100 vetë, 150 vetë, nuk janë mo. Por në 800-900, grevë nuk është e plot. Kjo të gjithë, i madhe i vogël. Po sindikata ju mbështet? Po sindikata, që ka mbështet, sindikata nuk ka dalin punëtorët. Po të sindikata nuk ka dalin punëtorët. Po do vazhdojnë protestat? Po do vazhdojnë, derisa të plotësojnë kushteve. Nëse nuk do plotësohen këto pika, ju do ta përshkallëzoni protestën deri në grevërie? Po. Besoj që po. Po, deri sa të rresin kushtë, në qoftë nuk realizohet edhe grevëria mund shkoje, po të shkoje. Gjatë ditës të sotme është vërejtur dhe prania e policisë së Bulqizës.